Kjo ka qenë pastaj edhe ky narracion sigurisht pastaj duke përmendur domethënë edhe pjesën e medias në Kosovë, e cila ka qenë pothuajse të them tërësisht ka ra prej provimit, sepse i është bashkangjitur këtij kori ose këtij refreni justifikues të opozitës, dhe kjo ka ndikuar pastaj natyrisht edhe tek pjesa e votës. Megjithatë unë them që të mirat të cilat veçmash me skemat programore dhe me rritjen e dublimit të buxhetit, domethënë të arkës së Kosovës në këtë rast, janë bërë jashtëzakonisht punë të mëdha, fuqizimi i segmentit ushtarak, pastaj nënshkrimi i disa marrëveshje dhe veçmas në këtë kohë të pasigurisë ku kemi domethënë të Kosovës, ju e përmendet edhe pak më herët domethënë ardhin e shefit i NATO-s në Kosovë, sigurisht që ardhja e tij domethënë është vetë një mesazh i qartë veçmas për këtë paqëndrueshmëri të situatës së sigurisë në Kosovës, dhe unë mendoj që ajo që është e rëndësishme po ashtu se në këtë ardhje të Mark Rutte është edhe vetë qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë kohë përplasjesh të mëdha domethënë të luftrave të ndryshme që ndodhin në glob, dhe unë mendoj që edhe vetë ardhja e Mark Rutte do të jetë një sinjal dhe një mesazh i qartë edhe për vetë Rusinë se pavarësisht të ecjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës në politikën e saj të jashtme dhe pavarësisht modelimit ose rimodelimit ose konfiguracionit të Aleancës Veriatlantike, Bashkimi Evropian, por edhe NATO-ja domethënë do të jenë sërish të fokusuara që dhe do t'i bëjnë të qartë Rusisë se nuk kanë çfarë kërkojnë domethënë në investimet e tyre që kanë bërë domethënë në këto 2 dekada, më shumë se 2 dekada në Kosovë. Me qenë se përmendet Mark Rutte, bëjmë një deviancë të vogël nga biseda jonë. Ejub Maqedonci, ministri, deklaroi pak ditë më herët se Kosova, edhe nëse tërhiqen trupat amerikane, ka kapacitetin që të mbrojë kufit dhe territorin e saj nga çdo lloj sulmi i mundshëm. Në këto kushte, a është e nevojshme prania e KFOR-it në Kosovë, apo është për të legjitimuar çdo lloj aksioni? Prania e KFOR-it është, domethënë se është e rëndësishme dhe me një peshë të jashtëzakonshme në Kosovë. Kjo as që diskutohet në këtë rast. Mirë, po ndonjëherë edhe keq kuptohet domethënë në kontekstet politike për të cilën edhe ministrat e ekzekutivit të qeverisë kurti domethënë i deklarojnë. Ne gjithë dimë domethënë se forca më e madhe në Ballkan ose investimi ushtarak i shtetit të Serbisë është i jashtëzakonshëm dhe nuk ka vend domethënë më të armatosur dhe jo pa qëllim domethënë i shtetit të Serbisë në Kosovë, i shtetit të Serbisë veçmes në kufit të Kosovës, për shembull brigadat toksore të saj që ndrojnë domethënë gjithmonë në një gjendje pothuajse të lufte. Shpeshherë këto e kanë deklaruar edhe domethënë shërbimet e Kosovës. Megjithatë, në qoftë se do të ishte në mënyrë hipotetike po flasim domethënë një tërheqje në një situatë të caktuar domethënë të trupave të NATO-s në Kosovë, si do të ishte domethënë morali ose çfarë do duhet të thoshte një ministër i mbrojtjes në këtë rast se Kosova domethënë nuk do të luftojë ose nuk do të kishte kapacitete për të luftuar, me çfarëdo kapacitete që ka Kosova sigurisht që do t'i kundërvihet armikut shkullor, dhe natyrisht këtë mesazh ose domethënë nën tekst ose në thënjet ose kundërthënjet e politike, secila media ose secili gazetar do duhet të kuptojë qartë domethënë një mesazh të tillë të cilën e dërgon për shembull një ministër i qeverisë. Prandaj ministri e dha një mesazh domethënë edhe në kontekstin politik, por edhe të një motivacioni që Kosova në asnjë rrethan, në asnjë mënyrë, Kosova ka luftuar me Serbinë edhe kur Serbia ishte domethënë ende me armatimin jugosllav dhe e dim se çfarë fare mirë domethënë se çfarë kapacitete ose çfarë arsenali luftarak ka pasur ushtria shkrimtare e Kosovës. Morali i lartë, dëshira e madhe, energjia e madhe dhe vullneti për të çliruar nga një armik shkullor i cili ka kryer domethënë gjenocid jo vetëm në Kosovë, por në gjithë tregun e ish Jugosllavisë, aty ku ka mbajtur luftë domethënë dhe si shkaktar kryesor i luftës, natyrisht ka qenë ky moral ka qenë kryesori për të ngadhnyer dhe për të luftuar dhe për të krijuar liri këtë dhe kuptohet domethënë me aleancën të NATO-s erdhëm në këtë situatë për cilën jemi. Prandaj do duhet të kuptohen qartë për shembull kontekstet politike kur një ministër jep
ketë një mesazh në rast të tërheqjes së forcave të NATO-s në Kosovë dhe nuk do duhet të keq kuptuar ose të dekontekstualizohet mesazhi i tij dhe të rikontekstualizohet në mënyrën në cilën dëshirojnë të fusin disa media, të cilët realisht mision nuk e kanë, domethënë, objektivitetin e larmit, por e kanë misionin e propagandës. Pra një komunikim të njëanshëm. Ja drejt, prandaj dhe janë zëra si ju, zoti Dula, në mënyrë që të hedhim dritë edhe mbi ato hije që janë të paqarta. I kthehemi qeverisjes. Në fakt, Radio Evropa e lirë për lexuesit e saj, dhe kur them lexuesit e kuptojmë se me kë kemi të bëjmë tek votuesit, kishte publikuar një anketë ku i jepte 3 alternativa. Nëse Kurti duhet ta ndërtonte qeverinë e radhës me pakicat kombëtare, versioni i parë, me një ndër opsionet opozitare, i dyti apo opozita më vete ishte opsioni i tretë. Të gjithë, jo absolutisht, por shumica dërmuese kishte zgjedhur të parën. Pra, ishim më të favorshëm që Albin Kurti të ndërtonte qeverinë vetëm pa praninë e opozitës, por me pakicat kombëtare. Do thotë që Albin Kurti frymëzon, por a frymëzon një formule të tillë qeverisëse dhe a ka garanci për të ardhmen? E para e punës, në vetvete, domethënë, jam fare i bindur se do të krijohet qeveria, domethënë, nga Albin Kurti. Pastaj gjatë rrugës ose gjatë funksionimit të saj, kur kemi për shembull garra të tjera zgjedhore ose kur kemi për shembull disa momentume të cilën duhet të krijohen institucionet e Kosovës, mund të ketë, domethënë, edhe ndonjë parashikim, domethënë, i cili, domethënë, mund të ketë ndonjë mos jetë gjatësi, domethënë, brenda kësaj periudhe. Por